Ëndra ime është që Europa të shkatërrohet sa më shpejt si aktualitet i Bashkimit Evropian. Ëndra e jetës. Sinqerisht kam dekadë me këtë mendje, me këtë ëndër. Sa më shpejt të shkatërrohet ky sistem Bashkimi Sovjetik Evropian, aq më shpejt ne mund të kemi një shpresë për veten tonë. Pse? Bashkimi Evropian për shqiptarin është thjesht pasaporta për të punuar jashtë shtetit. Po. Pra, është thjesht shpopullimi i Shqipërisë. E dyta, Bashkimi Evropian me mënyrën si vepron Edi Rama është gropa haleja e nevojshme e Bashkimit Evropian për të zgjidhur çdo problem të pislokut. E treta që është shumë e rëndësishme. Bashkimi Evropian është ëndra që mban në rrend të madhe dhe në pasivitet total të gjithë mënyrën se si perceptohet politika në Shqipëri. E kërkon integrimin evropian, do martohet burri me burr, do futemi në shkolla se do e Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian do gjithçka njësoj siç ishte komunizmi, socializëm. Po. Ne do punojmë fort, do sakrifikojmë tani që të gëzojmë lumturinë e ëndrës së socializmit. Siç e ka skotologjia fetare, jetojmë tokë se do kemi paqe në botën tjetër. Diku do ta gjejmë ta. Po, dhe Bashkimi Evropian është si vija e horizontit, sa më shumë i afrohesh, aq më shumë largohet në thelb. Sepse shqiptarët po largohen Bashkimin Evropian që të marrin ëndrrën e parealizuar. Dashuria jon për Bashkimin Evropian o avokat është vetëm që të ikim nga ky vend në mënyrën sa më ligjore të mundshme. Po. Ka që kjo është fatkesia më e madhe.